Ka media që janë të lidhura me njërin, me tjetrin, nuk ka vetë censur. kryeministri që censuron fjalën në armë, vjen keq tash. Është vetë kryeministri. Ku e censuron fjalën për shkak? Gazetare syri televizionin nxjerr jashtë. Me çara nga kryeministria. Gabim ajo pjesë. Pasi është nxjerr Ambrozia Meta me çara, është nxjerr me çara dhe Isa Myzyre, i Report TV-s. Po e them se çka ka ndodhur, se besoj ti e di se çka ka ndodhur pas. Po s'ka liri media fare. Jo, liria medias nuk është. Tu News 24 u nxorr zvarr nga Godina. Do ta them. Tu yllin droqit ju dërgua policia ora Newsit. Ta mbaroj. Do ta them edhe do biesh dakord me mua. Do biesh dakord me mua. Thuan të gjithë ato që duhen thënë. Situata me webet është totalisht një kaos dhe mund të bësh çfarë të duash. Ka mbi 64 televizione në të cilat çdo mbrëmje nuk ka televizion që censurohet fjala të ftuarve kundër qeverisë. Nëse do ishte censur, asnjë nuk do thoshte fjalë kundër qeverisë, siç ka qenë në Hungari, e siç ka qenë në vende të tjera që kanë qenë shumë herë me censurë më të fortë. Fakti që një kryeministër kritikon, sulmon një gazetar, do thotë që nuk e ka në kontroll, se po ta kishte në kontroll një gazetar, gazetari nuk do t'i kundërvijej. Ky thelbi, flasim për lirinë e medias, jo çfarë bërej. Jo, flasim të liria e medias. Media është shumë e lirë. Për mua, media në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë e lirë. Dhe shumë mirë që kemi të tillë. Dy televizione që ishin kundër qeverisë dhe ku janë sot? Ku janë sot? Ora News 24, News 24 është futur me një bodrum atje dhe po bën. Po të them një gjë. Lajme. Në cilin moment e ke parë ti që ka ndryshuar vijë editoriale një nga këto televizionet? Ora News.